Gjatë periudhës së verës, kur lëvizja dhe tregtimi i baktive është më i shtuar, specialistët u bëjnë apel fermerëve të tregojnë kujdes të veçantë me kafshët e reja që futen në tufat ekzistuese. Çdo kafshë e blerë duhet të mbahet e veçuar për një periudhë karantine rreth një muaj, në mënyrë që të monitorohet gjendja e saj shëndetësore dhe të shmanget rreziku i përhapjes së sëmundjeve te kafshët e tjera. Specialistët këshillojnë gjithashtu që fermerët të mos blejnë kafshë pa informacion mbi gjendjen e tyre shëndetësore dhe të kontaktojnë shërbimin veterinar për çdo rast të dyshimt. Në qoftë se në një fermë blegtorale do të futen rishtas kafshë, detyrimisht duhet që ato kafshë të jenë izoluara paraprakisht për një periudhë rreth një mujore në atë që quhet karantinë, dhe për një periudhë një mujore çdo lloj sëmundshmërie që ato kafshë mund të mbartin, sëmundje infektive flasim në këtë rast, brenda një periudhe një mujore ato janë të gatshme që ta shfaqin klinikisht të lloj. Pra, duhet që të kryen analiza, të kryen depistimet e nevojshme nga ana veterinare dhe nga ana laboratorike, dhe pastaj nëse kafshët janë të pastra nga këto problematike klinike dhe të shoqëruara së bashku dhe me certifikatën veterinare të vend origjinës, pra kafshë pa vend origjinën është ndaluar që të futet në një fermë rishtasi për herë të parë, dhe pastaj duhet që kafshët të bashkohet me tufën e tjerë, pa flasim në të gjitha llojet e kafshëve që mbarështohen në vendin tonë. Kujdesi është i rëndësishëm jo vetëm për shëndetjen e kafshëve, por edhe për shëndetin publik, pasi disa sëmundje që prekin baktit mund të transmetohen dhe te njerëzit, ndër sëmundjet që kërkojnë vëmendje janë antraksi ose sëmundja e plasjes, paratifoklamidioza, listerioza dhe leptospiroza.